çka do që të bësh, duhesh me investu energji. Pra, kur mundohesh me u duk jashtë mirë, edhe kur mundohesh me u dhon njerëzve të tjerë një përshtypje që ti je mirë, kur mundohesh me marr lavdata, njohuri nga të tjerët, atëherë ti pra e din sa energji duhesh me humb në një orientim të gabuar. Kështu që kur vepron për vete, e drejton energjinë në mënyrën e duhur, atëherë në këtë mënyrë është edhe shumë e mundshme që ti t'i arrish qëllimet e tua, sepse nuk po humb energji. Dhe kur duash të dukesh mirë për të tjerët, normal që nuk mundesh me ndjek rrugën e shpirtit, edhe kjo është normal sepse nuk mundesh me arrit qëllimet e tua.